A prishet agjerimi, ke dhimbje lukthi, vjen, dhe më thonë, kiselina deri në gojë edhe kthen prap e gëldit. Kiselina pse paraqitet nuk ka problem, por nëse vjen deri këtu, tamam te goja kalon këtë pjesën këtu, atëherë duhet me nxerr, dhe më thonë, me pshty, nuk bën me qut të poshtë. Nëse shkon të poshtë me qëllim e që njeriu, është problem për agjerim. Allahu alem, nuk du të thamë 100% prishet, por ka djetarë që thonë prishet, se ti ke nxjerr diçka, pastaj me vedije ke qut të poshtë. Prandaj po thamë, nëse ka ndodhur gabim ose pa dije, ose gabim do thonë veç shkoj të poshtë, aj subhanallah iki, se mora vesh ose se më dha tran me masane, me izin të Allahut azza wajal, inshallah nuk ka problem, vazhdoj agjerimin. Njëjtë sikur se personi që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë në gojë edhe kur merr avdes, o balik filistin shaqi illa an takuna saim, mos çë shumë ujë në hun, thot kur i agjerushëm ose shten e ujë në gojë, përveç nëse ja në hun, përveç nëse ja agjerushëm, ki kujdes mos e çë shumë ujë, se mund me përbim pastaj. Edhe pse ulemat kanë thonë, nëse bëhet pa qëllim, inshallah taala nuk prishet. Pra kur merr avdes, shkon uji pi gojës apo prej hundës. Njëjtë edhe kjo, nëse ndodh pa qëllim, me izin të Allahut, po shpresoj, po du me qëllim me marrat lehtësimin, inshallah nuk prishet, po ama venja menën, kesh kujdes një gjatë të tillë. Allahu të rujt.